Banorët e fshatrave Strikçane e Sopot në bashkinë Bulqiza ankohen për gjendjen e degraduar të rrugëve dhe mungesën e ujit vaditës. Ndonëse një pjesë e rrugës së fshatit Sopot është asfaltuar, segmentet e tjera janë pothuajse të pakalueshme. Në të njëjtën gjendje janë edhe rrugët e fshatit Strikçan. Drejtuesit e mjeteve thonë se kalimi në disa rrugë është shumë i vështirë për automjetet e vogla pasi ka prani të madhe të gropave, si dhe kanaleve të krijuara në mes të rrugës. Ata kërkojnë që tek rrugët e pa asfaltuara të ndërhyet për t'i shtruar të paktën vazhdimisht me zhavor dhe të mirëmbahen kanalet kulluese anësore, pasi sa herë që ka rreshje shiu, uji vërshon përmes rrugës. Problemi këtu në Sopot është shumë i madh. Rruga nga lagja Priftak deri ke rruga që lidhet me Strikçanin është katastrofë. Deri në Zall Sopot, që qendra shëndetësore. Asnjë gjë nuk kanë bën. Të paktën të shtrohet me zhavor, plus investimeve për asfalt. Një asfalt është bën nga bregu i Peps deri ka shku deri ke dyqani i vjetër që i themi ne. Problemi është se ande jemi të captu makinat, edhe traktori nuk kalon. Ky shqetësim është ngjet, po këto bëjnë, mbledhin lekë dhe fusin në rrugë, që shtren rrugë me beton, edhe nuk bëjnë një investim tjetër, që hajde se është fut lot i parë këtu, nga bregu i Peps deri atje ke dyqani i vjetër, asnjë lloj investimi nuk kanë bën. Ndërkohë banorët e Sopotit kanë edhe një tjetër problem që lidhet me sistemin vaditës. Ndonëse fshati ka ujë vaditës, kanalet nuk janë hapur e në këtë mënyrë një pjesë e tokave buqësore janë lënë ndjerë. Nuk janë bo vjet, se ne i bëjmë vetë vjet. I bëjmë vetë. Ujë vaditës, deri këtu ka ardhë një thërmaj. Kënet armaj jo. Si kanë bo, s'ka njërës. Kush di bëje? Di bëjmë vdekmit. Që në të rinë kanë hikë. Ka 2 vetë për shpi jemi. Asë s'kemi pa, punojës bashkia kënej njërë. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e pushtetit vendor që këto probleme të zgjidhen sa më shpejt të jetë e mundur.